8 prilli dita ndërkombëtare e Romëve është një moment për të reflektuar mbi integrimin, zhvillimin ekonomik dhe të drejtat e këtij komuniteti. Por në Korçë, realiteti është krejt ndryshe. Në periferi të qytetit, jeta ndalet mes kasolleve të ndërtuara me dhamarina e plastik, Gurali dhe lumturie Nazifi jetojnë prej më shumë se 30 vitesh në një stret të improvisuar, pa ujë të pishëm, pa drita, pa asnjë mbështetje. Mënyra e vetme për të mbijetuar është mbledhja e metaleve në mbeturina, që më pas i shesin për të siguruar bukën e gojës. Vetëm këtë dhomë ke? Vetëm këtë e kam. Këtu jetojmë. Si është të roshtu? Se vështirë është, për çfarë të bësh? Me thëtë, ku do vëmë? Ata kemi ndonjë lekë, vlejmë ndonjë ashtu, pa për kraje jemi, pa ndim ekonomike, pa. Të dalim kazanëve, vlejmë ndonjë kapat, kështu, s'ke qatë, ku do vesh, ku të jetosh? S'ka ardhur askush të ndihmoj? Jo. Asnjëri s'ka ardhur. Kush bëhet merak për ne ishte vitëm të mëj? Kujt i birava për ne? Po gjithë jetën në kasolle? Tu po bëj 30 të habit. 3 jetën në kasolle si është të rosh në këtë lloj? Shumë e vështirë është. Shumë e vështirë, të sëmur jemi. Shumë të sëmur. Ja, unë isha tash i dola në një vend edhe nuk jam shumë me probleme nga më dhem shtylla kurrizore. Dhe jam shumë e sëmur. Nuk kam që të ndjek në për spitale të vete se Si është të rosh në një kasolle? shumë e vështirë është. Shumë, ja, kalojt këtu, ja, shikojt tash në këtë gjendje. Rohet këtu në neve, se deri dje kishim plerat, edhe punonim në plerat, tash i ikën plerat, s'ka plerat, tash ja, del burri për kazanit. Ku i siguroni lekët? Për të ngrënë bukë? Po ku ja, ai del ande, vje vërdall që nxjerrin bukën e gojës, pa më shumë jo. Por nuk janë të vetmit. Në të njëjtën zonë jetojnë 10 familje të tjera rome e egjiptiane. Fëmijë, të rinj dhe të moshuar, të gjithë të përballur me të njëjtin fat, mungesën e kushteve minimale për një jetë dinjitoze. Daniel, si është të jetosh këtu? Shumë e vështirë. Është një jetë që nuk jetojmë dot këtu. Mes mbeturinave këtu jetoni? Mes mbeturinave, me plerave, me çfarë them nuk është shumë gjë e vështirë. Ti me çfarë jeton? Çfarë punë bën? E kura plasmas çfarë të dalin. Të del? Jo, nuk del. Ti je prind, më trego pak për jetën tënde. Po, 4 vjet. Aha, vështirë? Vështirë, shumë vështirë. Pse? Nuk del? Nuk del gjendje, s'kemi gjendje ekonomike, merremi me këto, s'kemi çfarë. Punë s'ka. Trego pak. Ti si jeton? Unë një kasoll këri. Vështirë? Po, me 2 fëmijë, nusen, mamaja, vllai, me djalin, Çfarë punë bën? plasmas bidona, kazankave. Vështirë? Vështirë shumë. Po këtu mes mbeturinave, gjithçka e asnjë rregullim? Asnjë rregullim. Çfarë kërkoni? Çfarë ju duhet? Po, çfarë na duhet? Po, do një vend pune, do një dhomë, do një shtëpi, çfarë tjetër e mundu. Në qoftë se ju ofrohet punë, punoni pa problem. Po, pa problem. Nuk e keni problem punën. Jo. Ja. Ishe duke më thënë që këtu kujtohen vetëm për vota? Po, Pse ma thua këta? po ta them ose ka shkollë tash i vinë momenti dhe i tregojnë veten. Më çfarë është bërë tu? Është bërë ndonjë punë? Asgjë. Kështu mes baltës, mes mbeturinave, kështu jetoni? Kështu siç po e shikon vet. Ka ardhur dikush të bëjë një punë, të pretendojë diçka? Asnjë. Askush. Vetëm vjen momenti kur vin votimet, a tregojnë diçka këtyre. Na bën diçka. Por nuk e bëjnë prap. Të njëjtin gjë. Ç'po të thesh, ja, aktualisht siç e shkon vet. Kështu jetojnë edhe familje të tjera valla? Po valla.
Si në përkasolle, si rojnë? Më trego. Shikon vetë, ja. Shikoj banorët këte, edhe vepro. Vështirë? Vështirë shumë. Ju si jetoni, vështirë këtu? Po, tani me sakrificat të tërë. Si të tërë edhe neve. Kjo lagja këtu e shikoj me gropa, as një investim, kështu ka qenë? Prej Po, kosh? tu ka qenë të ndonë kjo. As kush nuk ka ardhur të bëjt diçka? O, vinë edhe i qazja. Zbejnë. Nga vetë komuniteti dëgjon vetëm zhgënjim dhe ndjenjën e braktisjes, të rinjt kërkojnë punë dhe një dhomë për të jetuar, ndërsa të moshuarit kanë humbur shpresën. Në Korçë janë afro 23.000 banor të identifikuar si pjesë e komunitetit të rom dhe egjiptian, por për pjesë më të madhe, duket se përkujdesja mbaron sa po përfundon fushata elektorale.